Të dhënat e reja nga Global Property Guide tregojnë se 4 nga 5 qytetet më të shtrenjta për prona banesore ndodhen në Zvicër dhe Luksemburg, me zyriun që kryeson renditjen më shumë se 18.000 euro për metër katror. Berna është tregu më i përmbajtur i luksit në Zvicër. Kryeqyteti federal i famshëm për qytetin e vjetër të listuar në UNESCO është më pak i shtrenjtë nga 4 qytetet zvicerane në këtë renditje, megjithëse çmimet mbeten afro 10.000 euro për metër katror. Vlerat mesatare të apartamenteve janë 9.952 euro për metër katror, një rënje prej 0.7% gjatë vitit të kaluar, por me arritje prej 4.5% gjatë 2 viteve. Luksemburgu, vendi më i pasur i Europës, sipas prodhimit të brendshëm bruto për frym, është gjithashtu shtëpia e një prej tregjeve më të shtrenjta të banesave në kontinent. Në qytetin e Luksemburgut, një nga 4 qendrat kryesore financiare të Europës, çmimet mesatare të apartamenteve janë 10.941 euro për metër katror, një rënje prej 0.9% gjatë vitit të kaluar, ndërsa tregu vazhdon të përshtatet pas një dekade me fitimet e jashtëzakonshme. Lucerna është ndoshta surpriza më e madhe në renditje. Qyteti zë një nga vendet më spektakolare në Europë, aty ku liçeni i Lucernës takohet me kodrat e Alpeve. Pavarësisht se është shumë më i vogël se Zyriu ose Gjeneva, çmimet mesatare të apartamenteve janë 12.066 euro për metër katror, 7.3% më shumë se vitin e kaluar. Pozicioni i Gjenevës pranë kryesimit të renditjes pasqyron kërkesën e qëndrueshme nga një nga tregjet më të pasura të punës në Europë, Shtëpia e Kombeve të Bashkuara, Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kryqe të kuq, dhe një përqendrim të dendur të bankave private. Qyteti të rris disa nga profesionistët me të ardhurat më të larta në botë. Çmimet mesatare të apartamenteve janë 16.819 euro për metër katror, 3.4% më shumë se vitin e kaluar dhe kryesisht të pandryshuara gjatë 2 viteve. Zyriu mbetet qyteti më i shtrenjtë në Europë për prona banimi, me çmime mesatare apartamentesh prej 18.229 euro për metër katror. Çmimet u rritën me 4.2% gjatë vitit të kaluar dhe 11.7% gjatë 2 viteve, pavarësisht se kishin filluar nga një bazë jashtëzakonisht e lartë. Shtëpia e bankave më të mëdha të Zvicrës, bursës së saj dhe një industrie të gjerë të menaxhimit të pasurisë, Zyriu kombinon fuqinë financiare, stabilitetin politik dhe mungesën kronike të strehimit.